Tek ai ekziston ende ignorancë. Ai ishte personi i katërt që hyri në fenë islame. Ai shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, kur ftesa e islamit ishte akoma në hapat e parë dhe i tha: "Paqja qoftë mbi ty, o profeti i Allahut." Edhe u bë musliman në duart e profetit, i cili u gëzua shumë për këtë dhe e pyeti: "Kush je ti?" Ai tha: "Unë quhem Gjundub dhe jam nga fisi Gifar." Për këtë arsye, Ebu Dheri, radiallahu anhu, thoshte: "Unë jam sa një e katërta e islamit. Para meje e kishin pranuar islamin vetëm 3 vetë." Ky fakt i ashtonte atij vlerën dhe pozitën. Prandaj kur emigroi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ai bënte atij një nderim të veçantë. Profeti e fillonte me të sa herë që vinte Ebu Dheri radiallahu anhu dhe kur mungonte interesohej për të. Por me gjithë këtë pozitë të lartë që gëzonte tek i dërguari i Allahut, atij ndodhi kjo skenë që e preku shpirtërisht dhe pati ndikim të madh tek ai, pasi mbeti i përmendur për të gjithë jetën. Ndodhi një debat mes tij dhe një burri nga shërbëtorët, të cilët u shanë me njëri tjetrin. Nëna e këtij shërbëtori ishte robëresh jo arabe me ngjyrë të zezë. Ebu Dheri, radiallahu anhu, e ofendoi atë duke i thënë: "O i biri zezakes." Ai u zemrua shumë nga kjo. Ndaj shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ankojë për Ebu Dherin radiallahu anhu, duke i treguar ofendimin që i kishte bërë. Kur profeti e takoi Ebu Dherin radiallahu anhu, i tha: "O Ebu Dher, a e ke ofenduar filanin?" Ai tha: "O i dërguari i Allahut." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "A e ke ofenduar duke i përmendur nënën?" Ai tha: "O i dërguari i Allahut, ai që i ofendon burrat e tjerë, ata do të ofendojnë nga babai dhe nëna e tij." Profeti i tha: "O Ebu Dher, ti ke akoma ignorancë." Ka përdorur fjalën xhahilie, që do të thotë ignorancë, si ajo e kulturës dhe zakoneve që ekzistonin para islamit. Kjo fjalë e goditi fort Ebu Dherin radiallahu anhu, sepse mendohej se ai ishte një nga njerëzit që ishin larguar më herët se të tjerët nga periudha e ignorancës para islamit. Ai ishte një nga 4 personat e parë që e pranuan islamin që në fillim të tij. Si mund të kishin mbetur akoma tek ai sjellje nga ato të asaj periudhe? Ai tha: "O i dërguari i Allahut, a ekziston tek unë ignorancë nga ajo para se të vinte islami, ndërkohë që unë tani jam i moshuar?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po, edhe në këtë moment, me gjithë moshën e madhe që ke. Shërbëtorët janë vëllezërit tuaj që Allahu i ka lënë në dorën tuaj, në urdhrat tuaja. Prandaj ai që Allahu i ka lënë një vëlla në urdhrat e tij, le ta ushqej atë nga ushqimi që ha vet. Le ta vesh nga ajo që vesh vet, dhe le të mos e ngarkoj me punë që nuk i përballon dot. E nëse e bën këtë, le ta ndihmoj atë." Ebu Dheri, radiallahu anhu, i përthithi fjalët e pejgamberit dhe i vendosi në qendër të vëmendjes deri në fund të jetës, kur u shpërngul për të jetuar në një vend të quajtur Rebedhe, që ishte një pjesë e shkretëtirës afër Medinës. Një ditë, kaloi aty pranë një burr që quhej El Marur ibn Suveid, kurse Ebu Dheri, radiallahu anhu, ishte bashkë me shërbëtorin e tij dhe kishin veshur secili nga një pjesë të një rrobe që përbëhej nga 2 pjesë, që janë njësoj. El Marur ibn Suveid u habit nga gjendja e Ebu Dherit radiallahu anhu dhe shërbëtorit të tij, sepse njerëzit aso kohë nuk e kishin zakon të vishnin të njëjtat gjëra me shërbëtorët e tyre. Ai tha Ebu Dherit radiallahu anhu: "Po Ebu Dher, nëse e merr rrobën që i ke veshur shërbëtorit dhe e bashkon me pjesën që ke veshur vet, veshja jote do të bëhej e plot, kurse shërbëtorit mund t'i veshësh një rrobë tjetër." Ebu Dheri radiallahu anhu i tha: "Do të tregoj për këtë." Ndodhi një debat mes meje dhe njërit nga këta vëllezërit tanë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe unë ofendova atë. Nëna e atij ishte robëresh jo arabe me ngjyrë të zezë dhe unë ofendova atë, duke ja përmendur këtë. Dhe ja tregoi gjithë historinë dhe atë që i kishte thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, El Marur ibn Suveid radiallahu anhu e kuptoi shkakun se pse vepronte ashtu Ebu Dheri radiallahu anhu me shërbëtorin e tij. Ai e mbajti mend këtë histori, e kuptoi atë
dhe ua tregoj të tjerëve që ajo të mbetet për të nxjerrë mësim prej saj. 1. Afërsia që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të gjithë sahabët. Ky person që u ofendua, duke i përmendur ngjyrën e nënës së tij, gjeti tek pejgamberi një stret të shpejt ku të ankohej për atë që e kishte ofenduar. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga ana e tij, u interesua për ankesën e tij dhe i qortoi Ebu Dherin radhiyallahu anhu me këtë qortim të ashpër. Fakti që ai ishte sklav dhe ishte me ngjyrë të zezë, nuk e pengoi atë që të arrinte tek pejgamberi për t'i paraqitur ankesën atij, sepse pejgamberi ishte afër të gjithë njerëzve pa përjashtim. Edukata profetike ngjallte tek njerëzit krenarin dhe njohjen e të drejtave të tyre, ashtu siç i njihnin edhe detyrimet e tyre. Për këtë arsye, ky burrë ndjeu veten të barabartë me Ebu Dherin radhiyallahu anhu, ku ndodhi debati mes tyre. Këtë e vërteton edhe Ebu Dheri radhiyallahu anhu kur tha: "E ofendova një burr", që do të thotë se debati po bëhej mes dy palëve. Por kur ai e ndjeu se Ebu Dheri radhiyallahu anhu i kaloi caqet e lejuara dhe e ofendoi duke i përmendur ngjyrën e nënës së tij, megjithse ngjyra e nënës së tij nuk ishte as turp dhe as nuk tregonte mangësi, ai u ankua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai nga ana e tij u interesua për ankesën e tij, duke i qortuar Ebu Dherin radhiyallahu anhu me këtë qortim të ashpër, me të gjitha meritat dhe pozitën që gëzonte ai. Si mund të krahasohet gjendja e këtij burri sot me gjendjen e tij para Islamit, kur e njihte veten vetëm si një pjesë e pronave personale të dikujt, dhe fjalë të tilla si ajo që i tha Ebu Dheri radhiyallahu anhu, madje shumë më të rënda se ajo, ishin të zakonshme për veshët e tij, dhe ai ishte i detyruar t'i përtypte ato në mëngjes dhe në mbrëmje. Ky është transformimi që i ndodhi njeriut, duke filluar me ndërtimin e vetes nga brenda, që ta ndjejë vlerën e vetes, t'i njohë të drejtat dhe pozitën e tij. Ky është lartësimi që i ndodhi njeriut me të dërguarin e Allahut, që e dërgoi si mëshirë për të gjithë botët. 2. Vërim fuqinë e çrrënjosjes së paragjykimit racor, mbetjet e të cilit ishin të depozituara në shpirtra nga efektet e ignorancës, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "A ke ofenduar duke i përmendur nënën? O Ebu Dher, ti ke akoma ignorancë. Ngjyra e nënës së tij nuk është turp, sepse ajo nuk e kishte zgjedhur vetë ngjyrën e saj të zezë. Ashtu, edhe Ebu Dheri radhiyallahu anhu nuk e kishte zgjedhur vetë ngjyrën e tij të bardhë. Andaj askush nuk ka të drejtë ta ofendojë dikë tjetër nga babai ose nga nëna, sepse nëna dhe babai nuk janë rezultati i zgjedhjes së tij. Nëse e bën këtë, atëherë ka bërë një veprim të periudhës së ignorancës, sepse ata e kishin zakon të krenoheshin me origjinën ose t'i ofendonin të tjerët për shkak të origjinës. Turpi vërtet nuk është errësira e ngjyrës, por veprimi i sjelljeve të periudhës së ignorancës. Për këtë shkak, kjo fjalë pati ndikim kaq të rëndë tek Ebu Dheri radhiyallahu anhu, i cili i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, a ekziston akoma tek unë ignorancë? Nga ajo para se të vinte Islami, ndërkohë që unë tani jam i moshuar." Për shkak se ai ishte ndër të parët që hyri në Islam dhe ishte ndarë nga periudha e ignorancës. 3. Ndërkohë që pejgamberi po i shkatërronte paragjykimet e periudhës së ignorancës dhe mborrjen e tyre me prejardhjet, ngjyrat dhe racat, ai po ndërtonte një ndërtesë solide të vëllazërisë mes muslimanëve. Kjo duket qartë në këtë hadith në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Shërbëtorët janë vëllezërit tuaj." Edhe vetë renditja e fjalëve në gjuhën arabe ka domethënien e saj në konfirmimin e kësaj vëllazërie, sepse fjala vëllezërit tuaj është renditur para fjalës shërbëtorët. Më pas tha: "Allahu i ka lënë në dorën tuaj, në urdhrat tuaja", që do të thotë se fakti që ata janë në urdhrat tuaja është caktimi i Allahut madhërisëm dhe, nëse do të donte ai, do t'u kishte lënë juve në urdhrat e tyre. Prandaj mos e harroni këtë. Më pas tha: "Prandaj, ai që Allahu i ka lënë një vëlla në urdhrat e tij." Në këtë mënyrë, e riktheu shikimin drejt caktimit të Allahut madhërisëm që ta ndjej mirësinë e tij, ku disa nga krijesat e tij i ka vënë në shërbimin tonë dhe, po të donte, do të bënte të kundërtën, të ishit ju në shërbimin e tyre. Ai quajti ata vëllezër, pasi, edhe pse janë shërbëtor, ata nuk e humbasin gradën e vëllazërisë dhe e gëzojnë të drejtën e përkujdesjes me ushqim dhe veshje, si dhe trajtimit me kujdes gjatë kryerjes së detyrave që u ngarkohen. Por, para të gjithave, duhet kujdesemi që të mos cënojmë ndjenjat e tyre. Shikoj me vëmendje se si arriti kjo fazë profetike e shkurtër të vendos themelet e konceptit të vëllazërisë, të
të ngulis domethënien e saj dhe t'i garantoj të drejtat e saj. To janë fjalë të atij që Allahu i Madhërisëm i dha aftësinë të shpreh shumë kuptime në pak fjalë. 4. Në habit ndikimi i madh i fjalëve të pejgamberit mbi Ebu Dherin radhiyallahu anhu dhe këmbgulja e tij në zbatimin e këtij urdhri profetik. Ai e kaloi pjesën e mbetur të jetës në Rebedhe, ku e vdiq. Megjithatë, ai ishte në nivelet më të larta të bindjes dhe zbatimit të këtij urdhri profetik. Kjo duket qartë në fjalët e tij. Ndodhi një debat mes meje dhe njërit nga vëllezërit tan. Ai e përmend fjalën vëlla, ndërsa po tregon historinë e debatit ose zënkës që pati me të, sikur do që ta kujtoj fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shërbëtorët janë vëllezërit tuaj. Më pas kjo duket në trajtimin që i bënte ai shërbëtorit të vet, duke e trajtuar atë në mënyrë të barabartë, madje ndante përgjysmë me të edhe veshjen e tij. Edhe vetë mënyra se si e tregon ai këtë histori me të gjitha detajet, tregon se ai e përjetonte atë njësoj sikur sa po të kishte ndodhur, edhe pse kishte ndodhur para një çerek shekulli. I tillë ishte morali i shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam në marrjen e urdhrave dhe udhëzimeve të tij, e më pas në zbatimin e tyre në praktik në mënyrën më të mirë, që kujtimi të mbetej i gjallë gjatë gjithë jetës së tyre. 5. Në kohën kur profeti i shfuqizoi me vendosmëri të gjitha llojet e diskriminimit racor, madje edhe në formën e tij më të ulët, atij për shkak të ngjyrës. Kjo ka ndodhur 1400 vite më parë. Nuk ekzistonte as opinioni publik global, as organizata të drejtave të njerëzit dhe realiteti shoqëror global, po përjetonte forma flagrante të diskriminimit racor dhe qytetërimi global ju bashkua këtij udhëzimi profetik vetëm pas 14 shekujsh. Deri në gjysmën e dytë të shekullit të 20, Amerika vazhdoi të jetonte manifestimet e diskriminimit racor si një ligj i përgjithshëm. Në vitin 1955, u arrestua zonja Rosa Parkers në qytetin Montgomery, sepse refuzoi të ngrihej nga vendi i saj në autobus dhe t'ia dorëzonte një pasagjerit të bardhë, ndaj gjykata e dënoi për këtë. Pa ditë kundër ligjeve të diskutimit racor, vazhduan deri në vitin 1968. Fakti që udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka përcjellë në realitetin shoqëror global dhe është shumë përpara tij për të korrigjuar këtë gabim, duke ka përcyer realitetin global kulturor dhe shoqëror, tregon se ajo që solli ky i dërguar është një shpallje hynore e zbritur nga Zoti, i cili njeh më mirë se kushdo tjetër krijesat. Ai është i gjithëdijshmi.